Përshëndetje nga kuzhina Njerit, sot kam vendosur të përgatit një drekë të shpejtë dhe të sheshme me misht pulës, për ndryshe kaçika. Krejt që kanë nevojitën prej përbazëve spori për përgatitjen e orizit janë 2 gota nga 200 ml oriz i kom shpërlat derisa uji të mbeti pastërt, pak vaj, një lugë të gjellës me veget, mandej një 20 gram butar për ndryshe gjalp, 300 gram perime siç pishefni që shto në vedo, një qepe kom ngri, ta unën tjetër 1 kg mish pulës për ndryshe kaçika i kom pastru, një lugë të mesme me hudhër të blume të terur, një lugë të mesme biber të kuq, një lugë të mesme me veget edhe vaj përzina dhe lyna mandej mishin e pulës, kështu pa zi për mi. Bismillah, fillojna me përgatitjen. E marrim pak vaj, qesim pra në tigan dhe lojna që të nxehet. Furrën po ashtu e lçojna në temperaturë me nxeh pra 220 gradë. Derisa të nxehet edhe vaj në tigan, marrim vaj pra, edhe qesim tek mishi pulës edhe melmesa që i kom përmend, të gjitha mandej i përzina së bashku me mishin. Mishin e pulës e kemi përzi, lojna omash, tash tek vaj nxehur, hedhim një qep që e kemi kry. Së bashku me qepën, kena edhe 2 gota oriz për 200 ml. Edhe i kavadisim. E kemi kavaditur orizin plot për 3-4 minuta. Tash i morëm këto perimet e ngrira. Edhe e qesim tek tigane. Shtojna edhe gjalpën. Shtojna edhe qepën. Po ashtu shtojna edhe ujë. Ujë të nxehtë. Derisa të ngulluar. E lojna orizin që të zihet një 3 minuta që shto, pra mbasi që ja kemi qitë edhe ujin edhe të shkrihet pra për ndryshe buteri ose gjalpa. Mandej e marrim një tepsi edhe qesim. Tash bismillah pra e marrim edhe tigonin edhe prej tigonit në tepsi e qesim orizin me perimet. Shprozën. E shpërndajna qështu me lugë, orizin, edhe perimet. Morëm tash të mishin e pulës që kemi marinu, edhe qesim. Mbi. Tash e morëm 1 litër për pjekje, si gjithmonë në lagu me ujë të ftoftë, ja qesim për mi edhe me njëre fusim tepsin furrën e nxehur në temperaturë 220 gradë. E kom hek edhe tepsin prej furrës, pra e kom lënë në temperaturë 220 gradë për 1 orë rrafsh. Ja kom hek edhe letrën për pjekje, siç po shifet, janë rreshkur edhe mishi pulës. Orizi perfekt, kështu që kur s'keni ide që kanë përgatit për një drekë të shishme, ja vlen ta përgatitni. Neve na beft mirë, ju po ashtu nëse provani, faleminderit për përkrojnë që ma beni, komentet e bukura deri në recetën e radhës nga kuzhina Njerit, ju them miru pofshim.